Kostana Moravës dhe Inida Gjatës, e njohur ndryshe si Zhaku në spektaklin Ferma VIP, ka sjellë një ndryshim të menjëhershëm dhe mjaft të dukshëm në atmosferën e shtëpisë. Dy banorët e reja nuk kanë humbur kohë për t'u përshtatur me ambientin apo për të qëndruar në heshtje në ditët e para të lojës. Përkundrazi, ato janë përfshirë menjëherë në situata të forta, debate dhe përplasje me banorët e tjerë, duke u kthyer shumë shpejt në personazhe qendrore të diskutimeve brenda dhe jashtë formatit. Ajo që ka tërhequr në shumë vëmendjen e publikut është fakti se shumica e debateve të tyre janë fokusuar pothuajse ekskluzivisht te Sara Karai. Ky detaj nuk ka kaluar pa u komentuar nga ndjekësit në rrjetet sociale, të cilët kanë nisur të aludojnë se pas sjelljes së dy vajzave mund të fshihet një strategji e menduar më herët. Sipas shumë komenteve dhe analizave të publikut, Kostana dhe Zhaku mund të kenë hyrë në Ferma VIP me një qëllim të qartë: të rikthejnë Sarën në qendër të vëmendjes dhe ta forcojnë pozicionin e saj në lojë. Kjo teori është përforcuar edhe më shumë nga fakti se Sara javët e fundit kishte pësuar një rënje të dukshme në mbështetjen e publikut. Dinamikat e krijuara nga hyrjet e reja, debatet e vazhdueshme dhe tensionet e shumta mund të interpretohen si një mënyrë për ta vendosur Sarën në rolin e viktimës, duke bërë që publiku të krijojë më shumë simpati për të. Në reality show, shpeshherë personazhet që përballen me sulme apo presione të vazhdueshme fitojnë mbështetjen më të madhe nga audienca dhe shumë ndjekës besojnë se pikërisht kjo po ndodh edhe në këtë rast. Dyshimet për një agent të parapërgatitur janë shtuar akoma më shumë nga sjellja e Zhakut brenda shtëpisë. Në fillim u duk sikur ajo kishte hyrë në format si një mbështetëse e fortë e Mimoza Ahmetit, por zhvillimet e fundit kanë treguar të kundërtën. Në vend që ta mbështeste, Zhaku ka pasur shpesh përplasje dhe ironizime ndaj Mozës, duke krijuar tensione të forta mes tyre. Një nga momentet më të komentuara ishte episodi kur ajo përdori termin kuq, duke shkaktuar reagime të shumta dhe debate të ashpra në shtëpi. Kjo situatë ndikoi drejt për drejt edhe në klimën e lojës dhe u konsiderua si një nga arsyet që çojnë në eliminimin e Olës. Tashmë publiku është edhe më kurioz për të parë se si do të zhvillohet marrëdhënia mes banorëve në vazhdim. Mbetet për të parë nëse Sara Karai do të arrijë të përfitojë nga kjo situatë e tensionuar dhe nëse strategjia e dyshuar e hyrjeve të reja do të ndikojë realisht në rrjedhën e lojës dhe në perceptimin e publikut ndaj saj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.